ditën tuaj më argëtuese, duke ndjekur emisionin E Diela Mirëmëngjes. Çdo të diel. Live. E Diela Mirëmëngjes është një e diel aktive. Mirëmëngjes miq të dashur, dhe mirë se vini në emisionin E Diela Mirëmëngjes. Si çdo të diel ne takohemi bashkë për të përcjellë disa nga informacionet kryesore të një dite më parë. Kryesisht fokusohemi tek politika e zhvillimet më të rëndësishme. Por në pjesën e dytë të emisionit ne do të mund të flasim për dy tema të rëndësishme: arredimi i shtëpive dhe i zyrave në këtë periudhë, e kryesisht duke krahasuar atë me fillimin e viteve 90 e në ditët e sotme, por sigurisht edhe një tjetër temë e rëndësishme është dublimi i filmave. Do të mund të flasim vetëm pas pak me të ftuarit në këtë studio. Do të vinë në këtë studio për të diskutuar gjatë e gjerë sa i takon këtyre dy temave kryesore. Në këtë pjesë të parë, si çdo të diel, ne do të nisim me horoskopin e me motin, e më pas do të vjojmë me shtypin e shkruar. Shtypi i shkruar do të mund ta njoh me titujt kryesor të gazetave më të rëndësishme në vend, ngjarjet kryesore të ndodhura një ditë më parë, e më pas kalendari historik e të tjera informacione se takon botës së yjeve të Hollywoodit vetëm pas pak në këtë studio. Ndjekim motin se si do të jenë temperaturat ditën e sotme, por edhe në ditët në vijim për të gjithë ata të cilët kanë bërë plane për fundjavën e tyre. Rikthehemi sërish në studio.
Në studio pasi keni ndjekur motin për ditën e sotme, por edhe për ditët në vim, si do t'jenë temperaturat, sigurisht presim ditë të ftohta sa i takon edhe stinës së dimrit në të cilën aktualisht jemi pavarësisht se shirat kanë munguar shumë në këtë vit. Ne do të ndalemi në këtë moment tek shtypi i shkruar për të njohur me titujt kryesor të gazetave më të rëndësishme në vend, kryesisht ato politike. Nisim me gazetën e parë për ditën e sotme, gazetën Shekulli, njihemi me titujt kryesor të saj. Makinat pa siguracion 10 milion euro dëm e lista me 2266 emra. Janë shpallur me gjyq të pafajshëm për aksidentet, por byroja nuk u ka paguar akoma dëmet materiale dhe të jetës. Shumat e parave për secilin, këto dhe të tjera në faqen 67 do të mund të lexoni. Do të shohim më tej të tjera zhvillime. Gafa e policisë rendit si sukses arrestimin e babait të ministrit Tahiri. Operacioni Risperdan në raportin e analizës së policisë së Tiranës vihet në siklet ministri Tahiri. Reagon sa i mirë Tahiri dëgjova për aksionin e analizën e policisë së Tiranës. Ka nevojë për korrigjime. Në faqen 3 do të mund të lexonim. Cili administrata e paaft duhet ndryshuar, reforma administrative territoriale nuk duhet parë për asnjë çast, sikur ka të bëjë me përqindjet e partive. Është ky shkrimi i faqes 11. Detajet e secili do të mund t'i gjeni në brendësi të kësaj gazete. Shohim koment nga Ilir Meta, konsullata dhe ambasadat të përbashkëta me Kosovën. Po me Donika Gërvallën Çpatot është një shkrim ky nga Gjon Neçaj në faqen 8 të saj, do të mund të lexoni. Shkoj më tej, po i bëjnë gjuhës atë që nuk ja bëri dot Beogradi në faqen 4 dhe 5. Edi Rama e qim taksën e korrupsionit e VSH-ja për 60 ditë, është ky një tjetër shkrim. Shkoj më tej, Besa Meftiu në shkrimin e saj do të mund të lexoni në faqen 12 dhe 13, sekreti i bukurisë, vitet nuk lënë gjurmë në fytyrën e tyre. Është një shkrim sa i takon grave në karrierë të freskët si dikur në rininë e tyre. Majlinda Keta, Elifara, Manjola Albani, Valbona Selimllari, Zerina Kuke dhe Silvana Braçe. Është një shkrim dedikuar tyre në faqen 16 dhe 17. Ilir Tafa, aktori që thyen akujt mes Kosovës dhe Bosnjës në faqen 18 dhe 19. Kemi përfunduar me gazetën Shekulli, gazetën e parë, për të njohur me një tjetër gazetë për ditën e sotme. Do të shohim bashkë gazetën Tirana Observer për të njohur me të tjera informacione interesante. Shohim titujt kryesor të saj, Rama negociata me Nishanin për shefin e ri të Shesh. Kryeministri çel diskutimet me presidentin për shërbimin sekret. Gazgënd Oketa, një nga drejtuesit e frymës së re demokratike, ndër emrat më të mundshëm të kompromisit, është ky shkrimi kryesor. Do të shohim më tej, Ilir Meta, nuk jam në stadin për të provuar postin e presidentit, të shprehur kështu kreu i kuvendit njëkohësisht edhe kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta. Fëmijët modern, psikologji nga Angela Peza. Shkoj më tej, Spitalet shpërndarje e re e fondeve për 2014, lista e plotë e strukturave të shërbimit spitalor në të gjitha rrethet, vijon në faqen 16. Fran Gjoka, 40 vjet përvojë dhe kontribut për arsimin, është ky një tjetër shkrim i faqes 14. Skifter Këlliçi, Odisea e filmit pas gjurmëve, në faqen 11 është shkrimi i radhës për të ndalur më tej tek fundet tragjike të liderëve sovjetik nga Stalini e deri tek Trotski. Është historitë e vrasjeve të KGB-s, si dhe të tjera informacione. Mbush plot 50 vjeç, 50 fakte që nuk i dini për zonjën e parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Çdo të ndodhë këtë javë në telenovelat turke, këto dhe të tjera detaje në Tirana Observer është gazeta e përditshme e cila na jep detaje dhe informacione sa i takon zhvillimeve kryesore. Kemi përfunduar edhe me gazetën Tirana Observer për të ndalur tek një tjetër gazetë. Do të shohim bashkë titujt kryesor të gazetës Shqiptarja.com. Të shtetëzohen prap minierat në Bulqiz, propozim surpriz i Braçes. Larja e fundit e sapeve në Tiranë, lëvizurirat e politikës, kreu i Komisionit Ekonomisë propozon masën e përkohshme ekstreme
kundërshtojnë kolegët deputet kthim prapa, duhet ta bëjnë shtetin të funksionojë, të respektohen ligjet, vijon kështu shkrimi kryesor, historia e përplasjeve të dhunshme të bozëve të Kromit në Far Westin e Veriut. Këto dhe të tjera detaje dhe reagimet të deputetit socialist Erion Branche sa i takon shtetëzimit të minjerave në Bulqiz, detaje të shumta të këtij shkrimi vijoni t'i lexoni në faqen 6 dhe 7 në fakt të kësaj gazete shqiptaria.com për të ndalur më tej konica siç nuk e njohim të dhënat e reja për prindrit, motra dhe vëllezër. Atentati i dorëzohen hetuesit shpresa në përgjimet në faqen 10. Problemet e brendshme Arvizu ende në Tiranë është në shkrimim i faqes 5. Berisha në Facebook ngrihuni në revolt, po ju prishin shtëpitë. Është ky reagimi i kryeministrit Sali Berisha. Edi Rama rimbursimi i TVSH-s brenda 60 ditëve vijon kështu në faqen 3. Po vazhduan kështu statusin në qershor, vlerësojmë kontributin, por edhe progresin e realizuar. Shohim më tej administranta bllokojnë konkurset i skema e rekrutimeve, është ministre Milena Rito, ministre e administratës. Në një reagim të saj, shohim më tej satirë politike çpun nga Basha me premtimet e Ramës. Besimi i humbur si lulje e këputur nga Ilir Dhima. Si dhe nga Alba Maltezi, fundimi i Altini, dy kryeshefat që gatuajnë për bamirësi, vijon shkrimi në faqen 23. U njohu me disa prej titujve kryesor të gazetës shqiptaria.com për të vjuar më tej me një tjetër gazetë e cila do të mund të na njohë me të tjerë tituj e zhvillime kryesore. Shohim bashkë gazetën Telegraf. Gati arrestimi i Jusni Burgajt në përkujtim të 21 janarit. Strasburgu kërkon fillimin e hetimeve për të gjithë ata të cilët kanë penguar dhe prishin provat duke mos zbatuar urdhër arreste të prokurorisë. Flasin Fatos Klosi dhe Sejmir Visha, ky është skandali më i madh në botë. Në faqen 2 dhe 3 do të mund të lexoni rreth këtij shkrimi kryesor të kësaj gazete për të ndalur më tej 70 vjetori i brigadës 5 sulmuese. Fejzi Rokaj si u përballua operacioni i dimrit në komandën e Hysni Kapos dhe Shefqet Peçit, fitoria e luftëtarëve të laborisë mbi koalicionin ballisto-nazist është ky shkrimi kryesor. Do të shohim më tej të tjera zhvillime. Edi Rama stop abuzimit të shtetit dhe biznesit me energjin. Sali Berisha vransjet në prit janë bërë për llogari të qeveritarëve, është ky një tjetër shkrim. Kaos në qytetin Studenti, Anila Shehu punson në administrat të afërmit e saj. Është shkrimi i faqes 7 të kësaj gazete. Do të shkojmë më tej, ju tregoj Harvardin, botën akademike si dhe ëndrrën time për të punuar në shtëpinë e bardhë, eksperienca dhe kontributi në 2 fushatat e Barack Obamas, vijoni t'i lexoni në faqen 10 dhe 11. Sociale në Telegraf Ilerian Muho do të pastrojmë hipotekat nga hajdutët mafia dhe politikat të kthejnë milionat e puseve të naftës. Klanet qeveritare që kanë uzurpuar rektoratin e mjekësisë, është ky shkrimi i faqes 5 dhe 6. Opinione dhe komente 2014 ndarje me tranzicionin. Një reagim ky e shkrim nga kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe ai kreu i Kuvendit Ilir Meta. Shkoi më tej një kloun për cirkun nga Kujtim Dumi. Mjeku në familje, disa prej këshillave mjekësore do të mund të lexoni në faqen 20, 21 dhe 22 të gazetës Telegraf, sa i takon këtyre informacioneve rreth shëndetit. Kemi përfunduar edhe me gazetën Telegraf për të ndalur më tej me gazetën e fundit në fakt, është gazeta sportive e cila do të na njohë me disa prej titujve kryesor sportiv. Edon Hasani nuk shkon te Kuksi, por në Rumani tek Poli Timosuara. Kur pritej që mes fushori i Shkodran, Edon Hasani të bëjë pjesë e Kuksit, ai ka firmosur një kontratë me ekipin rumun Poli Timosuara në ligën e parë. Detajet e këtij shkrimi kryesor se tek sportit do të mund t'i lexoni në faqen 2 të kësaj gazete.
Shohim mëtej misoret test të zhgënjyes për Skënderbeun dhe Partizanin, barazojnë Teuta dhe Flamurtari vion mëtej. Mercato Besa fiton duelin me Partizanin për Ahmed Halitin në faqen 2. Vllaznia mbrojtësit kroat Lubjovic dhe Rukavina nuk e kalojnë klasën vion mëtej. Milan testi i parë për Sedorf do të ndryshojmë gradualisht, është shkrimi i faqes 21. Holandezi është shprehur i vetëdijshëm për vështirësitë që ka skuadra, si dhe për momentin dhe kohën që i duhet për të ndryshuar. Dhe me këtë shkrim ne kemi përfunduar në fakt gazetën sportive Gol të fundit gazet në radhë, e cila na njohu me disa prej titujve kryesor sportiv për ditën e sotme. Ne jemi dalur ora shënon 7:19, do të ndalemi tek një hapësirë muzikore për të rikthyer pas pak me të tjera informacione. Do të ndalemi tek kalendari historik, do të shohim se çfarë ndodh në ditën e sotme, disa prej zhvillimeve kryesore të kësaj date, por sigurisht edhe informacionet kryesore se e kon showbizit, botës së yjeve të Hollywoodit e njerëzve më të famshëm i shohim tani. Më 19 janar të vitit 1920, Senati Amerikan ka votuar kundër pjesëmarrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhjen e kombeve. Lidhja e kombeve u miratua mbi bazën e propozimit të presidentit amerikan Wilson në konferencën e paqes së luftës së parë botërore. Në verën e vitit 1919, presidenti amerikan Wilson ja prezantoi Senatit Amerikan për ratifikim traktatin e Versailles, si dhe konventon e lidhjes së kombeve. Në 10 janar të vitit 1920, lidhja e kombeve hyri formalisht në efekt, kur Konventa e Ligës së Kombeve, ratifikuar nga 42 kombe në 1919, hyri në fuqi. Liga e Kombeve u miratua mbi bazën e propozimit të presidentit amerikan Wilson në konferencën e paqes së luftës së parë botërore. Në verën e vitit 1919, presidenti amerikan Wilson ja prezantoi Senatit Amerikan për ratifikim traktatin e Versailles, si dhe konventën e lidhjes së kombeve. Në vjeshtën e atij viti, Wilson pësoi një infarkt të rënd në zemër, gjë që e pengoi atë të arrijë një kompromis me Kongresin, që mendonte se traktati reduktonte autoritetin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në nëntor, Senati nuk e ratifikoi konventën, si dhe lidhja e kombeve filloi punimet pa praninë amerikane në takimin e saj të parë në Gjenevë në 15 nëntor të vitit 1920. Gjatë vitit 1920, lidhja me qendër në Gjenevë futi në gjirin e saj antar të rinj dhe arriti suksesshëm të zgjidhë konflikte të vogla ndërkombëtare, por shpesh hasi në injorimin e fuqive të mëdha.
Edgar Allan Poe ka lindur në 19 janar të vitit 1809 në Boston të Massachusetts të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai ka ndruar jetë në 7 tetor të vitit 1849 në Baltimore të Marylandit. Ka qenë një shkrimtar amerikan. Ai ka themeluar literaturën e krimit, zhanrin science fiction dhe atë të horrorit. Poezia e tij u bë fundamenti i simbolizmit dhe kështu e poezisë moderne. Poe ka qenë një nga poetët më të përkthyer në të gjitha vendet e botës. Fanoli e kishte përkthyer edhe në shqip. Ai kishte përkthyer 2 poemat më të njohura të tij, Corby dhe Annabel Lee. Jeta e tij kishte filluar me smjerimin e braktisjes, ndërsa më pas do të ishte një fëmijë adoptuar nga një njeri i pasur, ku do të jetonte vetëm për pak kohë. Jeta e tij do të ishte e mbushur me peripeci të shumta, shpeshherë i dheur dhe jo rrallëherë shëtitës si endacak në kërkim të një strehe. Megjithatë, kudo që shkonte, ai shkëlqente me talentin e tij. Krijimet ishin mbinjërësore, imagjinata e tij të çonte larg në të vërtetat të pathëna më parë. Ashtu si Hemingway dhe Poe pati një vdekje tragjike, Edgar ishte ndarë nga jeta në 7 mars të vitit 1848 përmes një vdekje tepër të dhimbshme. Një nga shprehjet e tij të njohura është: "Cila sëmundje lë veten të krahasohet me alkoolin." Corby dhe Annabel Lee ishin magji të vërteta. Sot ai është një mit, paraprijës i kohës së vet. Jo vetëm poetët, por edhe filozofët bashkohor theksojnë se pa Poen nuk do të njihnin shpirtin e njeriut siç e njohim ne sot. Komandanti i forcave të armatosura të Jugut gjatë luftës civile amerikane Robert Edward Lee ka lindur në 19 janar të vitit 1807 në komunën Westmoreland të shtetit Virginia. Ai kishte ndjekur traditën ushtarake të familjes, duke u diplomuar në Akademinë Ushtarake të Shteteve të Bashkuara, si dhe duke u graduar në nivelin e kolonelit në ushtrinë amerikane. Kur shpërtheu lufta civile në vitin 1861, presidenti i atëhershëm Abraham Lincoln i kërkoi zotit Lee të komandonte ushtrinë e Unionit, por koloneli Lee qëndroi besnik shtetit të lindjes Virginia, e cila atëherë ishte një ndër ato shtete që ishte shkëputur nga Unioni për të formuar Konfederatën Jugore. Historiani Emory Thomas nga shteti jugor Georgia thotë se qëndrimi i tij në ushtrinë e Unionit dhe të luftonte për veriun për zotin Lee do të ishte një shkelje e thellë e besimit në nderin e tij personal dhe besnikërinë ndaj shtetit të tij. Koloneli Lee ishte një komandant i madh, të cilit nuk i pëlqente konflikti, por mendoi se do të ngatrohej në konflikt me të gjithë ata që respektonte, përfshirë këtu misht, fqinjët dhe farefisin, ka theksuar zoti Thomas.
Më 19 janar të vitit 1955, kamerat dhe mikrofonat incizuan për herë të parë një konferencë përshtyp të një presidenti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky takim filloi me një koment të shkurtër të presidentit Dwight Eisenhower, por shoh se sot po përpiqeni të bëni një eksperiment të ri. Shpresoj se nuk do të na shqetësoj. Unë nuk kam asgjë për të njoftuar. Pra do të fillojmë menjëherë me pyetje dhe përgjigje. Takimi i presidentit Eisenhower me gazetar nuk u transmetua ashtu siç ndodhi, por ky takim theu traditën që deri atëherë komentet e presidentit për gazetar kur nuk citoheshin në mënyrë të drejtë për drejtë, nëse ai nuk kishte lejuar një gjë të tillë. Sekretari i presidentit për çështje të shtypit James Hagerty e montoi një shirit me një film prej 33 minutash për të përdorur më vonë në programe lajmesh dhe raportesh të veçanta, praktik kjo që ishte e papranueshme për mjetet e informacionit që mbulonin veprimtaritë të ditës të një presidenti. Zoti Hagerty tha se ideja e regjistrimit të takimit të presidentit me gazetar ishte për qëllim të jepte mundësi amerikanëve që ta shihnin presidentin sa më shumë. Këshillat e mia vash mos i haro, prandaj koli gjoku
Ashet zemrën time, si konquistadori Amerikën Latine. Ta kam vjedhur zemrën, ti me revole, pas i shpec me thua se Al Capone. Jemi rikthyer sërish në studio pas kësaj hapësire publicitare, por sigurisht keni ndjekur edhe informacionet kryesore sa i takon kalendarit historik për ditën e sotme të datës 19 janar, por edhe informacioneve sa i takon në botës showbizit, yjeve të Hollywoodit, çfarë ka ndodhur me ta, ngjarjet e bëmat e tyre më të fundit. Keni mundur të ndiqni në këto informacione të përmbledhura të transmetuara pak minuta më parë, siç mund ta shihni në studion time. Ndodhet e ftuara e parë për ditën e sotme. Është arkitektja Saida Xhoxhi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kënaqësi të kem në studio. Do të flasim për një temë të rëndësishme. Në fakt nuk e kishim trajtuar. Unë në fakt nuk e kam trajtuar asnjëherë në emision arredimin. Arredimin e zyrave, të shtëpive, të dhomave të gjumit, tendencat e fundit, ngjyrat, janë detaje të rëndësishme këto, të cilat natyrisht na bëjnë edhe një ambient të këndshëm dhe komod në punë, në shtëpi, kudo që ne jemi. Unë do ta nisja në fakt nisim me shtëpi dhe përfundojmë tek zyra, apo ta nisim tek zyrat? Ku ke më shumë qefti të ndalesh tek arredimi dhe tendencat e fundit? E nisim tek zyrat më mirë? E nisim tek zyrat. Zyrat në fakt tek ambienti ku ne punojmë. Flasim pak për tendencat e fundit të arredimit të një zyre. Çfarë e bën një zyrë të jetë komode? Zyra është vendi ku punojmë dhe që të kemi sa më shumë efikasitet në punë, është shumë e rëndësishme që ambienti i zyrës të jetë sa më komod. Zyrat variojnë nga më të ndryshmet, në varësi edhe të personit që mban zyrën, në varësi të zyrtarit, të një punonjësi të thjeshtë. Zyrat janë nga më të ndryshmet. Janë zyra të thjeshta, siç janë tendencat e fundit të modës, kryesisht mobiljet e thjeshta, mobiljet me pak ngarkesa, por që janë të më fal. Jo, nuk ka problem. Unë do doja të ndalesha pak tek ngjyrat një herë. Për të pasur një zyrë komode, ngjyrat që preferohen më shumë, cilat janë, ose ato të kohëve të fundit, tendenca e modës? Kam dëgjuar për shembull që ngjyra ciklamin ose është në mod këtë vit. Po edhe ngjyra e bardhë me të zezë është po në mod. Kush janë ata të cilët çfarë ngjyrash preferojnë më shumë? Si kanë ardhur zyrat e thjeshta, që janë zyrat bashkohore të sotme, luajnë për shembull me materialin e xhamit. Materiali i xhamit krijon shumë hyrje drite brenda në zyrë dhe ka zyrat e tilla, domethënë bashkohore, kanë hapësira të mëdha drite, kanë mobilje të thjeshta, me ngjyra të thjeshta dhe luajnë me kontrastet e ngjyrave. Zyrat tradicionale janë zyrat që kanë mobilje më të ngarkuara, kanë ngjyra më të errta, kanë këto mobiljet e drurit, kryesisht të errët, edhe këto gdhëndjet nëpër mobilje. Janë shmangur pak këto gdhëndjet se dikur parapërqeshin shumë. Varet nga institucioni dhe varet nga personi i cili mban zyrën. Janë edhe pastaj zyrat më shik, më elegante, që janë kryesisht zyrat që preferojnë femrat, që duan të luajnë pak më shumë me ngjyrat, duan të kenë përsëri hapësira të mëdha drite. Do më thënë, ka një dallim të një zyre që drejton dhe që ka një femër nga ajo e një mashkulli? Që ka dallim, sepse dhe vetë natyra e femrës ndryshon nga natyra e mashkullit. Mashkulli si natyrë mund të preferojë ngjyra pak më të errta, mobilje më standarde, kurse femrat duan të luajnë me materiale, duan të luajnë në zyra femrash mund të gjesh edhe materiale lëkure, edhe ato tapetet me materialin me pellush, kemi parë në shpesh kohët e fundit. Luajnë tepër me materialet. Femrat preferojnë shumë komoditet, edhe atë lloj mode që preferojnë në veshje, e preferojnë edhe më tepër në zyra se sa meshkujt. Po shikoja në internet edhe sinqerisht shikoj një ndryshim shumë të madh të zyrave të kohëve të fundit nga ato të viteve të shkuara. Flasim për vitet para viteve 90, ato zyrat që dikur quheshin shumë të bukura, por që sot bien shumë në sy dhe ndryshojnë nga këto të sotmet. Si kanë qenë atëherë zyrat? Zyrat kanë qenë më të thjeshta, kanë qenë më të thjeshta.
patjetër që me evolimin e kohës evolojnë tendencat, evolojnë materialet, evolon cilësia dhe me evolimin e kohës evolojnë edhe tendencat e fundit për mobilimin e zyrave. Kanë qenë zyra më të thjeshta, ndoshta duke ju përqendruar pak stilit tradicional. Zyra tradicionale me mobiljet të drurit dhe përqendroheshin në ato lloj stili, kurse me futjen e teknologjive të reja, materialin e xhamit, fasadat e mëdha të xhamit me profile alumini, po të shikojmë edhe sot qendrat e mëdha botërore, që janë qendra biznesi, që janë të gjitha të përbëra nga zyra, kanë kryesisht materialin e xhamit edhe materialet. Kjo lejon që të ketë sa më shumë transparencë dhe dritë nga jashtë, të ketë lidhje me ambientin e jashtëm. Personi që punon nuk duhet patjetër të jetë i përshëndruar në punë, por duhet të ketë sa më shumë kontakt edhe me pjesën e jashtme, në mënyrë që efikasiteti në punë të jetë sa më i madh. E kuptoj. Çfarë mendimi keni ju për ndryshimin e arredimit të kryeministrisë? Kohët e fundit. Më erdhi në mendje tani ai ambienti i kuq, ato të themi pikturat apo hartat të mëdha të vendosura atje. Këto janë tendencat të institucioneve të rëndësishme. Janë tendencat të institucioneve të rëndësishme të cilat duhet japin sa më shumë pompozitet dhe sa më shumë rëndësi funksionit të personit që i mban këto institucione. Janë patjetër të përdorshme piktura të mëdha dhe kryesisht në për institucione luhet me modele tradicionale. E kuptoj. Në ndryshim nga zyrat e tjera apo qendrat e biznesit që luajnë më shumë me tendencat e modernes. Por në zyra shumë e rëndësishme mobilimi, përveç materialeve, duhet patur shumë kujdes me mobilimin e zyrave, pasi dhe një karige këtu momentalisht ku ne jemi ulur, një karige rehatshme mund të ta përmirësoj gjendjen tënde në punë. A është rehatshme ajo karige jote të rehatshme? Mund ta përmirësoj gjendjen tënde në punë ose mund të mos e përmirësoj gjendjen tënde në punë, mundet të ulësh efikasitetin tënd në punë. Dhe për masat e mobiljeve janë shumë të rëndësishme gjithashtu, sepse një mobilje e mirë dhe një mobilje e bollshme, një karige e bollshme ku ti mund të rish rehat dhe shpina të jenë të drejtuara, është shumë e rëndësishme edhe për shëndetin e trupit. Sigurisht ka sëmundje profesionale dhe kjo është një ndër ato. Kompjuteri që ju keni përpara është e rëndësishme të jetë diku rreth 60 cm larg syrit të njeriut, jo më pak se 60 cm, për mbrojtjen e syve. Ekrani i kompjuterit duhet të jetë sa më poshtë. Fundi i ekranit të kompjuterit nuk është mirë që të jetë mbi nivelin e syrit të njeriut, që të kemi lodhje të retinës. Ja, unë këtë nuk e dija në fakt. Një ndër detajet e vogla po edhe të mëdha njëkohësisht që mua më bën shumë përshtypje është tapeti i kuq. Në institucionet kryesore e të rëndësishme si kryeministria apo kuvendi apo zyrat të tjera qeveritare, shohim gjithmonë tapetin e kuq. Si shpjegohet kjo? Është efekti i ngjyrës së kuqe. Ju thatë edhe më para që ne luajmë së tepërmi me ngjyrat në arredimet e ambienteve tona, dhe ngjyra e kuqe është ngjyra e energjisë, është ngjyra e ngrohtësisë, është ngjyra e të ndjerit mirë. Dhe tapetet e kuqe kanë atë pompozitetin e dikujt që ecën mbi një tapet të kuq. Janë shumë të përdorshme sot tapetet e kuq, ne shikojmë në ndarjet e çmimeve Oscar për shembull. Po, janë goxha të përdorshme. Zhvendosemi nga zyrat për të hedhur pak vëmendjen tek shtëpitë, tek arredimi i shtëpive. Shohim sot që ka një tendencë të përdorim gjëra të thjeshta, mobilje jo shumë të egzageruara në arkitekturë, po ato më të thjeshta që zënë sa më pak vend, kanë filluar të përdorin shpesh edhe ka një dallim shumë të madh me vitet e shkuara kur ne yrja e tendenca që duhet të përdorim mobilje shumë të bukura me të gdhëndura që kanë dhe ato vështirësitë e veta pastaj për të pastruar, për të akomoduar rehat. Çfarë ndodh sot me shtëpitë e shqiptarëve? Si preferojnë ata ti arredojnë shtëpitë e tyre? Është vërtet që kanë filluar të ndryshojnë tendencat e arredimit të shtëpive. Kjo ndodh sepse me hyrjen e tendencave të reja, njerëzit filluan nga ajo jetesa disi e thjesht, filluan të donin, të dëshironin të shihnin ambientet e tyre
të shihnin mobilje të rënda, mobilje që të krijonin një farë pompoziteti, sepse ishte ajo periudha e tranzicionit që të kërkonte vetë atë që nga ato gjërat e thjeshta, nga gjërat e thjeshta, por ka përsëri një lloj tranzicioni nga mobilje tradicionale është kaluar në mobilje më të thjeshta, në mobilje më moderne që e shplodhin syrin e njeriut, jo e lodhin syrin e njeriut. Megjithatë, varet gjithmonë nga lloji i shtëpisë, nga dëshirat e personave që e arredojnë shtëpinë, nga bashkëpunimi me arkitektin. Po sigurisht edhe nga hapësira. Dhe nga hapësira, sepse hapësira është shumë e rëndësishme. Shfrytëzimi i hapësirës është tepër i rëndësishëm, sepse ne mund ta shfrytëzojmë hapësirën, ta shfrytëzojmë në mënyrë të mirë ose të lëmë hapësira të pashfrytëzuara, të cilat na sjellin edhe vështirësi në lëvizjen tonë të përditshme, sepse shtëpia është ambienti më komod, është vendi ku ne kalojmë pjesën më të madhe të ditës. Po, sigurisht. A kanë shije shqiptarët? Shqiptarët kanë shije, nuk mund të them që nuk kanë shije. Megjithatë jemi akoma në një fazë tranzicioni, nuk jemi në një kulturë të kultivuar të arredimit të shtëpive. Nuk kemi një kulturë standarde. Ndryshojmë nga vendet e tjera. Kjo është e vërtetë që ndryshojmë nga vendet e tjera. Megjithatë, ka filluar një periudhë tranzicioni goxha e rëndësishme për shtëpitë shqiptare. Megjithatë, ne fokusohemi shumë dhe i marrim për shembull, qoftë edhe në internet apo edhe çfarë kemi mundur të shikojmë jashtë se çfarë ndodh, sepse a kemi ne marrim ne modele nga bota jashtë? Marrim, sepse na nevojitet të kemi një etalon që e dim që është më mirë se ne. Dhe përderisa e dim që ky lloj modeli është më mirë se sa ne, kemi nevojë që të marrim një etalon në arredimet tona të shtëpive. E kuptoj. Ndalemi pak tek ngjyrat. Ajo që ne na godet në momentin e parë që futemi në një zyrë, apo qoftë edhe në një shtëpi, apo qoftë edhe në dhomën tonë të gjumit, është ngjyra e dhomës. Ajo që ne na fal ngrohtësi ose jo. I shtillojmë pak çështjen e ngjyrave, çfarë ngjyrash janë tendence fundit e këtyre viteve, por qoftë edhe e këtij viti. Ngjyrat janë nga më të ndryshmet. Çdo ngjyrë ka një lloj personaliteti në vetvete. Ngjyra e kuqe, siç përmendëm më përpara, ka atë efektin e ngrohtësisë, ka efektin e energjisë që t'i jep ngjyra dhe sot ka filluar tendencat e fundit të ngjyrave janë kryesisht kontrastimet në shtëpi. Nëse më përmendë ngjyrën e bluzës tande që parë. Po kam dëgjuar në fakt që kohë përpara shumë në modë. Do mendonim asnjëherë që një ngjyrë të tillë ta shikonim në muret e shtëpive. Megjithatë sot është një ngjyrë tepër e pëlqyer sepse është dhe ngjyrë e qetë për syrin dhe të lidh me natyrën, sepse është një ngjyrë që ngjason pak me manushaqen, edhe krijon indirekt krijon një lidhje me natyrën. Ngjyrat në shtëpi varen edhe nga njeriu. Ato që preferohen më shumë dhe që aplikohen më shumë kohë të fundit. Preferojnë ngjyrat e qeta. Preferojnë kryesisht ngjyrat e qeta. Po ngjyrat e qeta tek e bardha, kontraste pastaj, sepse nëse përdorim ngjyrat e qeta duhet të luajmë edhe me kontrastet e ngjyrave. Ngjyrat e bardha, ngjyra e bardhë duke kontrastuar me ngjyrën jeshile për shembull. Ngjyra jeshile është tepër e qetë për syrin, ngjyra e gjelbër është gjithmonë tepër e qetë për syrin dhe luajmë me materialet, gjithashtu me letrat e murit. Letrat e murit janë tepër të përdorshme në fakt këtu desha të ndalem, ka filluar një tendencë fundit të përdoren letrat e murit. Dikur lodheshim për të lyer shtëpinë, për ta bërë pisë po pastaj për ta pastruar angarira të tilla të cilat na hapin shumë punë fakt në shtëpi. Sot me një letër muri ti mund të dalësh shumë kollaj dhe shumë shpejt të krijosh një ambient. Ka dizajne pafund të letrave të murit që mund të kombinohen edhe me bojën, sepse nuk është edhe nga ana e kostos, është tepër e kushtueshme letra e murit. Dhe nuk është të thënë që të gjitha muret të jenë patjetër të mbuluara me letër muri. Letra e murit kombinohet shumë mirë me bojën dhe aty pastaj ne mund të gjejmë veten edhe në ngjyra, edhe në personalitetin tonë, sepse unë mendoj që arredimi i shtëpisë varet shumë dhe nga personaliteti i njeriu. Si do të doj ai ta ketë shtëpinë ku ai kalon pjesën më të madhe të ditës, është ambienti i tij. Kam lexuar në internet një informacion shumë interesant, të paktën unë e quaj kështu.
Adriano Celentano, të gjithë e njohin, këngëtari i famshëm, aktori i famshëm italian, i cili shtëpinë e tij në pjesën sa herë që ndryshonte në varësi të gjendjes së tij emocionale, ai të gjithë shtëpinë e tij nga jashtë i ndryshonte ngjyrat sipas gjendjes së tij emocionale. Nëse ishte i mërzitur e bënte me gri, me të zezë, nëse ishte i lumtur dhe në paqe me veten e bënte me ngjyrat e forta të diellit, të verdhën apo ngjyrat e tjera. Çfarë ndodh me këtë? Çfarë komenti keni ju për këtë gjë? Kjo është diçka shumë personale, megjithatë jo të gjithë kanë mundësi që ta ndryshojnë, të ndryshojnë ngjyrën në varësi të ka kosto, patjetër që ka kosto, jo të gjithë kanë mundësi të ndryshojnë ngjyrën e shtëpisë në varësi të megjithatë është kjo që thash unë. Shpjegimi i kësaj është ajo që thash unë që ngjyrat janë tepër të rëndësishme dhe kanë lidhje të drejtë me personalitetin e njeriu. Aredusi, arkitekti, dizajni, në radhë të parë kontakton me personin që do i arredoj shtëpinë apo zyrën apo çdo lloj. Edhe i përshtatë dëshirat e tij. Bashkëpunimi me të është tepër i rëndësishëm. E kuptoj. Dhomat e gjumit ishte një farë kohë një tendencë interesante e quaj unë tendenca e radhëve në mure. Çfarë ishte ajo tendencë që kaloi kështu? Është ajo që tham pak më përpara, që neve marrim së tepërmi dhe modele të jashtme të kulturave të huaja. Është e rëndësishme që ne të shikojmë edhe se çfarë ndodh nëpër botë. Megjithatë jo çdo gjë e ka një shpjegim patjetër. Nëse ne na pëlqen një thjesht na pëlqen sepse na bën të ndihemi mirë kur e shikojmë syri i njeriu të kënaqet. Përgjithsisht ngjyrat që ju rekomandoni të përdoren në dhomat e gjumit, ato të cilat të falin më shumë qetësi, relaks, cilat janë? Në dhomat e gjumit ndahen dhomat e gjumit matrimoniale të çiftit nga dhomat e gjumit të fëmijëve. Është mirë që në dhomat e gjumit të fëmijëve të përdoren kryesisht ngjyra të qeta, sepse fëmijët kanë nevojë për ngjyra të qeta. Shumë vajzat me rozë dhe djemt me blu. Mirë, kjo është një ngjyrë tradicionale sepse është janë ndarje tradicionale këto rozda dhe bluja, janë ndarje pak tradicionale, po sot ka filluar të ndryshoj edhe kjo mendimi i rozës edhe i blus, tani dhe ngjyrat janë më uniforme, një dhomë nuk është e thënë patjetër që nëse është arreduar me rozë të jetë e vajzës, apo nëse është arreduar me blu të jetë e djalit. Ka më të tilla gjëra. Ka, patjetër që ka, sepse ka çifte tradicionale, të cilët parapëlqejnë që fëmijëve të tyre tu vendosin ngjyra roz për vajzat edhe blu për djemt, por kryesisht ka filluar të ndryshojnë tendencat edhe për dhomat e fëmijëve, kur fillon të luhet me ngjyra, fillon të luhet me materiale, fillon të luhet edhe me ato ornamente të organit, të jashtëkut. Kanë filluar tani kërkojnë edhe krevatin me makinë ose me nuk e po shikoj në internet dhe ishte shumë interesante. Prandaj këtë po them që sot nëse kemi në plan të lindim një fëmijë, për shembull, nuk është e thënë patjetër që duhet të dim gjininë e fëmijës që ne të mund t'i arredojmë dhomën. Ne mund t'i arredojmë një dhomë tepër të bukur edhe nëse ne nuk e dim gjininë e fëmijës, sepse duke luajtur me ngjyrat, jam shumë e sigurt që çfarëdo lloj fëmije do ndjej shumë mirë në atë dhomë. Sepse ngjyrat janë të qeta për syrin e fëmijëve dhe fëmia duhet të mësohet me ngjyra, sepse ndihmojnë atë të rritet shëndetshëm. A ka një stil i cili nuk do dali asnjëherë nga moda? Qoftë në zyra, qoftë në një lloj arredimi, një stil i cili do të jetë i përhershëm dhe nuk do të na mërzitet asnjëherë sa do ta shohim shpesh. Besoj që varet nga njeriu, megjithatë mendoj që klasikja që është nuk do dalin ndonjëherë nga moda. Në ngjyra e errët, druri, gdhëndjet e drurit. Ne po të shikojmë të gjitha institucionet kanë atë arredimin klasik, kanë mobiljet e errta, kurse bashkëkohorja ndryshon. Sot është një formë, nesër është një formë tjetër. Sot është një ngjyrë, nesër është një ngjyrë tjetër. Sot një material, nesër një tjetër, kurse klasikja mbetet klasike dhe nuk besoj që do ndryshojë edhe që do dalë nga moda. E kuptoj. Ne besoj shpenzojmë për shtëpinë, për ambientin ku jetojmë. Shqiptarët shpenzojnë apo jo? Po, patjetër që shpenzojnë. Sot kanë filluar të shpenzojnë madje për të ndjerë mirë, për ta ndjerë veten rrethuar nga cilësi e mirë, nga materiale të mira, nga ngjyra të mira, pse jo? Dhe shpenzojnë, patjetër që shpenzojnë, sepse cilësia ka kosto, edhe arredimi ka kosto. Nëse duam cilësi të mirë, patjetër që edhe kostoja do jetë e mirë. Ju besoj jemi në minutën e fundit të bisedës tonë, keni një mesazh për gjithë ata të cilët na shohin ose për gjithë ata të cilët kanë në mendje të arredojnë shtëpinë e tyre, zyrat e tyre. Çfarë mesazhi ju jepni juve? Çfarë këshilloni ju atyre? Mesazhi është që ti
përmbahen tendencave të fundit, por nuk është e thënë që ti përmbahen 100% tendencave të fundit të modës. Unë mendoj që personi duhet i përmbahet edhe personalitetit të tij, edhe karakterit të tij, sepse nëse ai bën diçka që është në tendencat e modës, por që nuk shkon përshtat me karakterin e tij, jam e sigurt që shumë shpejt do të mërzitet dhe nuk do të ndihet mirë në atë ambient. Dhe unë mendoj që personi duhet të mbajë atë ngjyrë, atë material ku ai aty ndihet mirë. Ishte një kënaqësi të kisha sot në studio për të folur për një temë që mua më pëlqen në fakt, nuk e kisha trajtuar më parë, arredimin e shtëpive, të zyrave, tendencat e fundit. Jemi marrë gjithmonë me tendencat e fundit të veshjes, moda, po ka edhe një modë për shtëpinë, po ka edhe një modë për zyrat, edhe për dhomat e gjumit. Faleminderit shumë, unë të uroj punë të mbarë në punën tënde. Faleminderit ju. Ishte studio vërtet ngrohtë. Faleminderit. Do të shihemi pas një hapësire publicitare me një tjetër të ftuar, sigurisht për një temë tjetër të rëndësishme. Jemi rikthyer sërish në studio pas kësaj hapësire publicitare. Në studion time është një tjetër e ftuar për ditën e sotme. Do të mund të flasim me Ledina Rabdishtën, është drejtore e dublimit të filmave të kompanisë A ose 2A, siç jemi mësuar që ta njohim dhe e njohim të gjithë në fakt. Flasim për filmat, një temë interesante. Por për dublimin e tyre nuk kemi folur asnjëherë në fakt, paktën në studion time, edhe Ledina do të mund na shpjegoj sot se çfarë ndodh me dublimin e filmave, me cilësinë e tyre. Përshëndetje, mirë se erdhe, kënaqësi të të kem në studio. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. E nisim pak me filmat e dubluar. Sa e vështirë është të dublosh një film, Ledina? Në fillim doja ta nisja që kompania filmike AA ose 2A, siç e mësuar ta dëgjoni shpesh, e ka shtrirë aktivitetin e saj në treg që në vitin 2001 në lidhje me dublimin e filmave vizatimor dhe artistik. Janë rreth 7.000 filma, 7.000 tituj filmash të përfshirë në arkivën e kësaj kompanie. Që kështu nëse do t'i përgjigjesh se sa e vështirë është, nuk është njësoj si në 2001-shin si në 2013-ën. E para sepse si çdo punë që ka vështirësitë e saj, e dyta stafi teknik sigurisht që është përmirësuar, teknologjia nuk është më ajo e 2001-shit, kapaciteti i aktorëve si thua janë mësuar me këtë rutinë pune dhe sapo vjen apo përmirësohet. Sigurisht që gjithçka po shkon drejt pozitivitetit. Pa diskutim, as nuk e vën diskutim këtë pjesë, por do doja të diskutoja e të flisja pak duke bërë një rezume nga viti 2001 e deri në vitin 2014, sapo kemi hyrë. Sa është numri i filmave që keni arritur të dubloni ju? 7.000 tituj filmash. 7.000? Po. Një numër shumë i lartë, mendoj unë. Numri i aktorëve dhe sa vështirë keni ju të gjeni aktorë të cilët do t'ju duhet t'i përdorni për të dubluar filmat, ato që keni dubluar, po dhe këto që do dubloni dhe jeni në punë e sipër. Të kuptoj. Atëherë kemi rreth 120 aktorë. Këta sigurisht janë pjesë e aktiviteteve të ndryshme profesionale të kryeqytetit, siç është Akademia e Arteve, Teatri Metropoli, Teatri Komedis. Sigurisht do të thonë që punojmë me një elitë të mirë artistësh. Rreth 120. Mos harrojmë që çdo vit Akademia e Arteve apo teatre të ndryshme sjellin prurje të reja, që kështu gjatë gjithë kohës jemi në kërkim të zërave të rinj. Jo për t'ju mjaftuar këtyre 120-ve që kemi vite që bashkëpunojmë. Nuk dua të harroj pa përmendur këtu një pjesë shumë të ëmbël bashkëpunimit tonë që janë fëmijët. Ne kemi një grup goxha të madh fëmijësh 50 deri në 60 fëmijë me të cilët punojmë vazhdimisht. Do më thënë ka dhe fëmijë të punësuar sot. Po, ata janë nga mosha 3-4 vjeç deri në moshën 17-18 vjeç. A keni ju vështirësi në punën me ta? Sigurisht fillimet janë të vështira, po pastaj ata bëhen pjesë e ngushtë e bashkëpunimit tonë, që kështu që mësohemi. Domosdoshmërisht, një person i cili do duhet bëhet pjesë e dublimit filmave tuaj, duhet ketë mbaruar një shkollë, flas jo për fëmijët, për pjesën tjetër, duhet ketë mbaruar akademin, apo nuk është të thënë dhe nuk ka një gjë të përcaktuar në këtë pjesë? Pjesa dërmuese e tyre janë profesionistë që kanë mbaruar Akademinë e Arteve, kanë shtrirë aktivitetin e tyre artistik ndër vite në teatr, në kinematografi, por nuk dua të lë pa përmendur këtu dhe një pjesë që konsiderohet talent dhe mund të mos ketë mbaruar atë shkollë, por ka aftësi të mira për të dubluar. Ka një zë të mirë dhe ditë. Sigurisht që nuk mund të ishet edhe mundësia këtyre personave. Të dublosh një film dhe jo shumë 7.000 sa keni dubluar ju në gjithë këto vite, besoj unë ka një kosto. Sigurisht.
Sa është kostoja, ose më saktë si arrini ju ta përballoni e timbuloni të gjitha këto kosto? Kosto sigurisht ka të bëjë me faktin e ekzistencës së kësaj kompanie në treg. Kosto në të gjitha kuptimet. E kuptoj. Kosto është sepse që mos flasim tani me vlera monetare, kosto është në vitin 2001 ne nuk ishim 70 studio sikur kemi sot. Nuk ishim 101. Keni ju 70 studio. Po. Gjë që na mundson e kapacitetet fizike, teknologjike për të realizuar këto filma. Që kështu kosto mund të kuptohet nga ky lloj ndryshimi që është goxha i madh. E kuptoj. Sa vështirë është të bindesh një njeri të vi të dubloj një film, po nga ato filmat që kanë edhe gjëra brenda, jo ato filmat e thjesht vizatimor. Sa të vështirë keni ju për ta bindur një njeri ose një person ose një aktor, dhe keni ju aktor të mirë që i keni marrë për dubluar filma? Sigurisht nuk qëndron fakti se sa të aftë jemi ne për t'i bindur ata. E gjithë puna inicion me shikimin e filmit, momentin që ne fillojmë dublimin, përcaktimi i 3-4 varianteve për secilin aktor. Sigurisht pastaj kalon në një fazë të dytë, ne i provojmë ata se cili zë është më i përshtatshëm dhe më i afërt me origjinalin, dhe pas kësaj jemi gati për të nisur punën me dublimin. Ministria e Kulturës ka pasur një takim me aktor të vendit, të cilët më saktë ka parashtruar dhe ka hedhur një ide që 85% e filmave, nëse do ishte e mundur, e të gjithë prodhimit në fakt, të jetë në gjuhën shqipe. A është kjo realizueshme dhe sa e vështirë është ta realizojmë ne këtë iniciativë? Atëherë, për t'ju referuar këtij lloj shembulli që unë besoj se është më pozitiv i mundshëm dhe është ecja drejt një rruge të mbar, sigurisht që duhet ndiqen edhe modele të vendeve sikur Gjermania, apo Franca, apo shtetet ndryshme të perëndimore të Europës, të cilët e kanë përqafuar këtë ide, po duke mbështetur mbi një ligj, që diku tek 85% e produkteve të tyre të transmetuara gjatë ditës janë në gjuhën e vendit ku Gjermania në gjermanisht. Këto ose janë prodhime të vetë Gjermanisë, ose janë prodhime që Gjermania i merr nga diku tjetër dhe i dublon në gjermanisht. Për të arritur në këtë pikë, sigurisht e para, siç u diskutua dhe në atë mbledhje, kërkohet të miratohet me ligj kjo gjë, dhe e dyta, ashtu siç mendoj që ne patëm një fillim në 2001-shin në nisjen e kësaj rruge, ashtu do ketë edhe një nisje për transmetimet 85% në gjuhën shqipe. Kjo sigurisht do ketë vështirësitë e veta. Do ketë vështirësitë e veta, nuk dua ta bëj fush me lule, por nuk e shikoj si diçka të pamundur. Sigurisht puna juaj do shtohet pafund pastaj. Ne jemi gati ta përballojmë. Pastaj ju do jeni në kërkim edhe të atyre njerëzve, gjithmonë më shumë të njerëzve të cilët do të mund të dublojnë filmat. Cili ka qenë filmi më i suksesshëm që mund ta quani ju të suksesshëm, të dubluar më mirë, që mbani më t'ju në gjithë këto vite, dhe që është parë më shumë nga shqiptarët? E kuptoj. Ne kemi një grup filmash të cilët i konsiderojmë jo thjesht filma për fëmijë, po mund të jenë të animuar, por që kanë një subjekt mirë edhe për të rriturit. Dhe transmetohen në kanale, domethënë tamam gold, si filma më të mirë. Nuk dua të, domethënë mua më janë vërë aq të dashur ata sa nuk di të veçoj emrat veçantë, por që sigurisht janë Smurf, Toy Story, Shrekët e plot të tjerë. Dalemi pak tek dublimet tek fëmijët. Më pëlqen shumë ideja që ju keni arritur të punësoni. Unë e thash me shaka, po në fakt është realitet që një fëmijë i vogël sot i moshës 3 vjeçare të jetë një dublues i mirë i një filmi. Flesim pak për punën me ta. Po. Për sa kohë keni filluar ju të punoni me këta fëmijë të dubloni filma për fëmijë? Sigurisht fëmijët kanë qenë pjesë e këtij udhëtimi tonë të gjatë gjithë këtyre viteve. Nuk ka gjë më të mrekullueshme se sa të dëgjosh një film me zërin e fëmijës. Është komplet ndryshe impakti që t'jep fëmia, ndryshe nga ai që mund të t'japi një i rritur me impostim. Fëmijët bëhen pjesë e këtij udhëtimi në moshën 3 vjeçare, jo domosdoshmërisht ata bëhen pjesë e dublimit që 3 vjeç. Por sigurisht ata fillojnë, praktikohen, mësojnë me neve, ambientohen me studion, me mikrofonin. Mos harro, një fëmijë 3 vjeçar në momentin e parë që ul në studio do fillojë
filloj t'i preki të gjitha. Ai është ju jeni një psikologe e mirë ose jeni psikolog të mirë që arrini ti përshtasni dhe që ambientoni një. Që fëmia ta doja të punë ashtu sikur duam dhe ne që fëmia ta realizoja atë rol, sigurisht duhet gjesh anën psikologjike në fillim, sepse ai është goxha i lëvizshëm, në momentin që do vi do t'i preki të tëra. Në momentin që ti i gjen gjuhën e përbashkët, ti e bën që ai ta doja të punë ashtu sikur do që ai fëmijë të jetë pjesë e punës tënde, ti shikon që në moshën 4 vjeçare ai akoma nuk di të lexoj, po është një mitues i jashtëzakonshëm i asaj që do t'i kërkosh ti. Në fakt, këtu desha të ndalem. Fëmijët në këtë moshë nuk dinë të lexojnë. Si arrini ju, t'ia thoni ju fjalin dhe pastaj e përshtasni me të folurën e një fëmije, nuk e kuptoj si procedohet në punë. Fëmia nuk punon, nuk punon individualisht, domethënë që ka skenarin edhe punon. Sigurisht që drejtohet nga një regjisor gjatë gjithë kohës, pa u ndarë në asnjë sekond. Regjisorja mund t'ia thotë, fëmia e përsërit, por s'do me thënë asnjëherë që fëmia do pranoj variantin që i thua ti. Në momentin që ai ka krijuar lirshmëri, ai pëlqen atë rol, ju variantin e fëmijës. Dhe ai ka një ide më të mirë dhe është i lirshëm për ta bërë, sigurisht është i mirëpritur. Përveç pjesës që ju keni dubluar shumë filma dhe unë ju përgëzoj për këtë gjë, absolutisht, a keni ju një mbështetje të madhe dhe nga Ministria e Kulturës për gjithë të iniciativë dhe punë të madhe që bënin në fakt? Çfarë është premtuar në lidhje me këtë gjë? Në fakt, ende nuk është bërë asnjë lloj bashkëpunimi në lidhje me dublimin. E vetmja që është parashtruar pak ditë më parë ka qenë ajo që a do jetemi gati ne një ditë të përqafojmë ide sikur Gjermania apo vende të tjera të zhvilluara perëndimore, do thoja, që i transmetojnë në gjuhën e tyre. Domethënë, ka qenë thjesht një diskutim për hapat e parë. Uroj që kjo mos mbetet thjesht në fazën e një diskutimi, por që shpejt të gjejë zgjidhja. Sa zgjat dublimi një filmi? Sa ditë? Sa orë? Kjo është një pyetje që më bën për të qeshur. Do të ta shpjegoj tani pse. Nëse do të dublojmë një film me fëmijë dhe kemi kohën e duhur, kemi të gjithë komoditetet, sigurisht që ne do t'i përshtatemi atij fëmijë dhe filmi do të marrë kohë më gjatë se zakonisht. Ama në qoftë se ne do na duhet që një film ka ardhur urgjent sot edhe duhet të dali për transmetim për 2-3 ditë, do punojmë 24 orë për ta nxjerrë atë në transmetim për 2-3 ditë. Arrihet që për 24 orë ju të keni? Jo 24 orë, 2-3 ditë. Aha, për 2-3 ditë do të thotë të thash pas një pune intensive me 24 orë pa ndalim, do të thënë 3 ditë pa ndalim fare. A mund të kesh rendiment 24 orë pa ndalim të dublosh një film? Mos haro atë që thash në fillim, janë 120 aktorë, 72 studio, 70 teknika, apo ku ta diun, domethënë ka gjithë kapacitetet e mundshme për të lidhur gjithë komponentët bashkë për të arritur drejt atij qëllimi. Po sigurisht nuk i thuhet jo asnjë lloj gjëje. Po patjetër, edhe dëshira e mirë për punën të bën të mos i thuash jo. Çfarë filmash keni ju në dorë me cilat po punoni edhe po dubloni kohët e fundit? Pritet të futet në dublim shumë shpejt Despicable Me 2 dhe Smurf 2, që janë filma që të 2013-ës të jashtëzakonshëm që janë larguar shumë në media, filma me shumë yje. Filmat komedi janë ato më të preferuarit tuaj? Në fakt, Smurfi ka edhe komedin brenda, ka edhe pjesën e moralit. E kuptoj. Aktorët të cilët janë të përhershëm në kompaninë tuaj që dublojnë filma janë të shumë? Që ju nuk i ndroni me asnjë njeri tjetër që vjen edhe thoni këta po e bëjnë absolutisht më mirë se çdo kush tjetër. Ideja është sigurisht që kemi një bazë mbi cilën mbështetemi. Sigurisht mirëpresim prurje të reja, sigurisht askush nuk është i pazëvendësueshëm, kush e bën një punë më mirë se tjetri, ka vend për të provuar dhe për të tentuar në gjëra të reja. Nuk dua të harroj pa përmendur këtu emra që ne jemi mbështetur fort të vite, që na kanë ngritur në pjesën e interpretimit profesional dhe artistik dhe që kanë qenë një mbështetje gjatë gjithë këtij udhëtimi. Vasian Lami, Rozi Prendi, Ervin Bejleri, Hervin Çuli, e plot të tjerë. Aktor të mirëfillt në fakt. Unë desha të ndalem edhe ajo çfarë më intereson më shumë është e përmendëm pak këlim ti çfarë tek kostoja po tek vështirësitë e punës. Vjen një moment që çdo kush nga ne lodhet, mërzitet, dalin pengesa gjatë rrugës edhe në punë. Keni ju të tilla momente?
Pavarësisht se dublimi është një punë e bukur, në fundit mbetet një punë që kështu sigurisht që ka vështirësitë e veta. Një batutë që mund të jetë shumë për të qeshur në anglisht, nuk mund të jetë nuk ka fare sens në shqip, që në fazat e përkthimit do hasesh me probleme të tilla. Sigurisht pastaj probleme të tjera si sa i përshtatet, tek lirshmëria e aktorit. Kam përshtypjen se një pjesë të mirë të kohës ju në fillim në hapat e para të dublimit të një filmi, juve ju azë edhe përzgjedhja e aktorëve. Do duhet të bindeni vetë nëse janë këta personat e duhur dhe adapt për ta bërë këtë përkthim? Është ajo që është këtë dublim, është ajo që thash në fillim. Po. Është ajo që thash në fillim. Mbasi përkthehet filmi, sigurisht që kalon në duart e regjisë që përcakton personazhet, por që sigurisht ti mendon që filani mund ta bëjë një rol shumë mirë, po ndërkohë vendos 2-3 alternativa tjera për të qenë sigur dhe aty ku ke patur pritshmëritë më të mëdha, mund të ndodhë që nuk realizohet aq mirë dhe sigurisht do kalosh tek alternativa të tjera që ti nuk e menduar në fillim që do jetë ky lloj realizimi. Çfarë përgjigje u keni dhënë juve Ministres Kulturës sa i takon edhe dëshirës dhe iniciativës së saj për të futur në treg 85% të filmave dhe të prodhimeve duhet jenë të dubluar? Si keni reaguar ju ndaj këtij vendimi? Kompania Filmike AA ka të gjithë kapacitetet e mundshme, intelektuale, fizike, teknologjike, gjithçka për ta nisur dhe për ta përqafuar këtë nisëm për t'ia dalë me sukses. Mjafton që kjo punë të miratohet me ligj dhe sigurisht që si çdo punë do të ketë vështirësitë e veta në fillim, por nuk e shikoj fare si një mision të pamundur. Po sigurisht ju mendoni që duhet ketë edhe një investim nga ana e shtetit dhe një mbështetje të paktën nga ana e tyre ndaj jush edhe ndaj punës madhe që ju bëni. Do të kërkoja të aftoj vetë ministre për sigurisht që do ishte më e mira e mundshme. Patjetër, ndoshta sigurisht që edhe mund ta kem një ditë në studio, por do doja që në fakt nuk mund të funksionojë ndryshe. Një punë kaq e madhe dhe me kaq vështirësi sa kjo që bëni ju, sigurisht që ka nevojë për një mbështetje, qoftë financiare të themi, por edhe mbështetje të tjera. Megjithatë, nuk duhen humbur shpresa, duhen parë gjërat me pozitivitet, duhet falendëruar fakti që ishte hera e parë që një ministre, domethënë, dëgjonte këtë fjalë që të ketë një ligj që të miratohet një ligj i cili do t'i lejojë mediat në Shqipëri të transmetojnë, të prodhojnë apo të dublojnë gjithçka në gjuhën shqipe. Nuk e shikoj vetëm nga ana e biznesit e kompanisë të cilën unë përfaqësoj sot, kompanisë Filmike AA, por e shikoj domethënë si një të drejtë qytetare morale, qoftë edhe për ata emigrantë që jetojnë jashtë rrojeve të Shqipërisë. Nuk ka gjë më të mrekullueshme se sa një film, një projekt, një emision, një dublim ti ta shikosh në gjuhën shqipe. Në radh parë do mbash gjuhën shqipe gjallë, edhe për ata emigrantë të cilët fati i ka kërkuar të jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, por nga ana tjetër ti do të kesh transmetime komplet në gjuhën shqipe. E kuptoj. Unë doja të fokusohem pak edhe tek përkthyesit. Një punë ose më saktë punën më kryesore dhe të rëndësishme e ka një përkthyes në dublimin e një filmi. Kemi ne përkthyes të mirë? Dhe a janë këta në akademinë tuaj? Të kuptova. Përkthimi është faza kryesore e fillimit të një filmi. Nëse një përkthim nuk është i mirë, ti do të dëgjosh që i gjithë filmi nuk do të shkojë mirë. Nëse një përkthim është pozitiv, është i mirë, ka energji brenda, ka krimtari, nuk është i përkthyer shablon fjalë për fjalë, sigurisht ti ke mundësi të bësh mrekulli aty. Ashtu siç të thash, edhe dublimi kishte fillimet e veta, vështirësitë e veta, ashtu edhe përkthimi duke qenë dhe hallka e parë fillimit të këtij procesi ka vështirësitë e veta. Sigurisht jemi të kënaqur me punën që po bëjmë, do vazhdojmë të bëjmë më të mirën, e mira nuk ka fund. As nuk e vë në diskutim këtë pjesë, po sa ditë duhet të përkthesh fillimisht një film? Të thash, po ta marrësh me idenë që mesatarisht, për të përkthyer një film mesatarisht në ditë të zakonshme, sa kohë ju duhet juve? Shkon 3 deri në 4 ditë, por të thash, në momentin që na duhet urgjent ai film sepse është për transmetim për xxx Nuk po flasim për raste emergjente, po flasim për raste të zakonshme. Zakonisht 3-4 ditë. Një punë e lodhshme kjo nga ana e përkthyes. Ekziston dhe është vetëm një përkthyes apo ka disa të cilët bashkëpunojnë? Janë 30 deri në 40 përkthyes. Dhe përshtatës, të cilët e cilësoj këtë fjalën përshtatës sepse nuk përkthehet fjalë për fjalë, kërkohet një qëndisje e tekstit, një përshtatje, sepse siç e thash në fillim, diçka që ty të vjen për të qeshur kur e dëgjon anglisht,
harroj se mund të ndodhë në Shqip. Është perceptim kultura është të ndryshme, perceptim fjalori është të ndryshme. Do të thënë, ai përkthyesi i mirë aty dallohet, se sa është i afta përshtatja të tekst në gojën e një aktori që do ta vendosë atë në gjuhën shqipe. Që paralelisht me një përkthyes është edhe një përshtatës. Sigurisht. Të dy bëjmë punën, bëjnë një punë në fakt, në fund, një finalizojnë gjë. Ne jemi në minutat e fundit të bisedës tonë. Unë u kënaqa shumë që të kam sot në studio edhe që folëm për filmat, për dublimin e tyre. Është shumë e rëndësishme dhe më vjen mirë edhe kjo iniciativë e Ministres Kulturës, e cila ka hedhur një fjalë që 85% e prodhimeve të jenë në gjuhën shqipe, një gjë e mirë kjo jo vetëm për ne që jetojmë këtu, siç e thatë dhe ju, por edhe për shqiptarët kudo në botë. Ju keni një mesazh të fundit sa i takon kësaj teme të rëndësishme? Mesazhi im është që kompania filmike AA është e gatshme të pranojë çfarëdo lloj sfide. Sigurisht, jo duke e parë thjesht nga ana e biznesit, por duke e parë si diçka për të përmirësuar cilësinë e transmetimit në mediave sot. Vazhdoj të cilësoj, nuk ka gjë më të mrekullueshme se sa një film ta shikosh në gjuhën shqipe. Flas këtu dhe për filmat artistik. Nëse një film është në anglisht, është i titruar, ai është vetëm për mua. E sigurt që gjyshi apo gjyshi im nuk ka mundësi ta lexojë, t'i kapi të gjitha shkronjat apo ta kuptoj. Nëse do të ishte në gjuhën shqipe, ai do të ishte i akumulueshëm nga të gjithë. Ishte një kënaqësi të kem në studio edhe që diskutuam sot bashkë. Gjithashtu, kënaqësi dhe për mua. Ju uroj shumë punë të mbar edhe sa më pak lodhje, se tani dihet që të gjithë lodhen në punë, po ju të keni sa më pak lodhje. Shumë faleminderit. Na sillni të na ofroni filma të mirë të dubluar. Faleminderit, sukses edhe ju. Faleminderit. Ne kemi ardhur në fund të bisedës, por edhe në fund të emisionit. Do takohemi të dielën tjetër. Deri atëherë, kalofshi bukur.